Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju në brëmsorën e dytë, java 14 gjatë vitit liturgjik C, e diel psalme të marra nga java 2 e psalterit. O hy më eja në ndim, O Zot shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O dritë rinia e lumnueshme dhe njënia kryesore, tani dielli zjarr tërhiqet, derdhë ndër zemra dritën. Mëngjes me këngë të lavdëve, e në bërëmje ty të lutemi, lumnia jonë ty lutse lavdëroft në përgjith shekujt. Krishtin dhe atin lusim, Krishtit dhe tatit shpirtin, trinie e fuqishme, zbashku për të gjitha ndis të lutemi. Amen. Antifona e parë. Meshtar për amshim është Krishti Zot, Aleluja. Psalmi 110. Mesia mbret dhe meshtar. I tha Zoti Zotit tim, rinë të djathtën time derisa t'i vërë miqtë e tu. Shtroj për këmbët e tua. Skeptri në pushtetit tënd, Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i lartë i pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krarori para yllit të dritës, unë të linda. Zoti u përbetua asësi s'do të pëndohet, dhe e prift për amshim, në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretrit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej projit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Meshtar për amshim është Krishti Zot, Aleluja. Antifona e dytë. Hyji ynë është në qiell, ai bën gjithçka me fjalën e tij, Aleluja. Psalmi 115. Lavdi të vetmit hyj të vërtet. Jo neve o Zot, jo neve, për emrit tënd jepi lavdi, për nder të mëshirës sate e të besnikërisë sate. Pse të thonë paganet, ku është hyji i tyre? Hyji ynë është në qiell, ai bën gjithçka i pëlqen. Idhujt e paganëve janë argjend dhe ar, prodhimi i dorës së njeriut. Gojë kanë e nuk flasin, sy kanë e nuk shohin, Vesh kanë e nuk dëgjojnë, hund kanë e nuk nuhasin. duar kanë e nuk prekin, këmbë kanë e nuk ecin, zë nuk qesin prej gurmazit të tyre. Të tillë qofshin edhe ata që i punojnë, të gjithë ata që shpresojnë në ta. Shtëpia e Izraelit shpreson në Zotin, ai është ndihma dhe mbrojtja e tyre. Shtëpia e Aronit shpreson në Zotin, ai është ndihma dhe mbrojtja e tyre. Kush e druan Zotin, në Zotin shpreson. Ai është ndihma e mbrojtja e tij. Zoti t'i bie ndërmend për ne, do ta bekoj shtëpinë e Izraelit, do ta bekoj shtëpinë e Aronit. Do t'i bekoj të gjithë ata që e druajnë Zotin, si të veçlit ashtu të mëdhenjt. Bëft Zoti e u shumofshi, ju vetë fëmijët tuaj. Ju bekoft Zoti, krijuesi i qiellit e i tokës. Qielli është qielli i Zotit, kurse tokën u adhurojnë njerëzve. Jo, nuk janë të vdekurit që të lavdërojnë o Zot, dhe asnjë prej atyre që zbresin në heshtim, por ne që jetojmë, ne e bekojmë Zotin, tani e përgjithmonë e jetë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Hyji ynë është në qiell, ai bën gjithçka me fjalën e tij. Aleluja. Antifona e tretë. Shërbëtor të Zotit, të vegjël e të mëdhenj, lavdërojeni emrin e tij. Aleluja.
Kënga krahason nga libri i Zbulesës kapitulli 19, rreshtat 1 deri në 7. Dasma e qengjit. Aleluja. Shëlbim, lavdi dhe pushtet hyjë ton. Sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja. Lavdërojeni hyjin ton të gjithë shërbëtarët e tij. Të gjithë ju që e droni të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja. Mbretëron Zoti. Hyji ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja. Le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti. Aleluja. Aleluja. Sepse erdhi dasma qengjit. Gati është nusja e ti. Aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Shërbëtor të Zotit, të vegjël e të mëdhenj, lavdërojeni emrin e tij. Aleluja. Leximi i shkurtër nga letra e dytë drejtuar Selanikasve, kapitulli 2, rreshta 13-14. Neve na duhet t'i falenderojmë gjithmonë hyjit për ju, vëllezër të dashur prej Zotit, sepse hyji ju zgjodhi qysh prej fillimit, për shëlbim që fitohet me anë të veprës shenjtruese, të shpirtit shejt dhe të fesë së vërtet, në të cilën ju grishi me anë të ungjillit ton, që ta fitoni lumturinë e Zotit ton, Jezu Krishtit. Përgjigje e shkurtër. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Urtia e tij nuk ka kufi. E madhërueshme është fuqia e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Kënga ungjillare Magnificat. Antifona. Nxënësit u kthyen me gëzim që dhe djajt ju ishin nështruar. Jezusi u tha: Gëzohuni më shumë, pse emrat tuaj janë të shkruar në qiell. Kënga Virgjër së lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli 1, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brori të hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvojt, që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi gjithë pushtetshëm. I shejt është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrezoj princat për i frënëve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati i premtuar etërve tan, në të mirë në Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Nxënësit u kthyen me gëzim, që dhe djajt ju ishin nënshtruar. Jezusi u tha: Gëzohuni më shumë, pse emrat tuaj janë të shkruar në qiell. Lutjet e besimtarve. Lavdi Krishti që jeton në amshim dhe ndërmjetëson për shëlbimin e atyre që në emër të tij i afrohen atit, të frymzuar nga kjo shpresë t'i drejtohemi shëlbuesit ton. Le të të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. O Jezus, dielli i drejtësisë, në perëndim të diellit po të lutemi për të gjithë njerëzit në botë. Le të gëzohen përgjithmonë ty diellit që kurrë nuk perëndon. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. Ruaje beslidhjen të cilën e ke vullosur me gjakun tënd hynor dhe shenjtëroje kishën tënde, që të jetë e papërlyer. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. Le të bjerë në mend, o Zot, për bashkësinë që të është kushtuar ty. Le të jetë ajo banesa e lavdisë sate. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. Në rrugën e paqes dhe të lumturisë drejtoj të gjithë udhëtarët,
që shëndoshë mirë t'ja arrin ca ku të dëshiruar. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. Pranoj, o Zot, shpirtat e të vdekurve. Jepu pushimin, faljen e mëkateve dhe jetën e amshuar. Le të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd. Aty në që në qiell u shejtroft e mry të ardhë për tria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tan, e mos na lër të bijmë në tundim, por na lëro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyti me përvojtrimin e birit tënd dhe ngrit e botën që pati rënë poshtë, jepu pra besimtarëve të tu gëzimin e shenjtë dhe pasi shpëtove prej robërisë së mëkatit, bëj t'i shijojnë gëzimet e amshuara në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues, lutëm së bashku me ju mbrëmësarën e dytë e të dielës, java 14 gjatë vitit liturgjik C. Ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.